Përshëndetje të dashur teleshikues, fillojmë lajmet në televizionin 4+. Bashkia e Lushnjës ndalon ndërtimin e rampave në qytet, të cilat mundësojnë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar që përdorin karroca apo edhe të karrocave të fëmijëve. Bashkia e Lushnjës ka ndaluar punën për ndërtimin e rampave në qytet, të cilat mundësojnë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar që përdorin karroca apo edhe të karrocave të fëmijëve. Në televizionin ton transmetuam para 2 javësh lajmin që punojësit e bashkisë po vendosnin rampa në disa rrugë të qytetit, pas kërkesave të shumta të personave me aftësi të kufizuar. Por puna ka ndaluar pas vendosjes së tyre vetëm në 2 kryqëzime, tek gjimnazi 18 tetori dhe tek posta e vjetër. Madje edhe këtu nuk u vendosën të gjitha rampat që duheshin për lëvizjen komode të personave me aftësi të kufizuar që përdorin karroca apo dhe të karrocave të fëmijëve. Qytetarët janë të pakënaqur me lënien për gjysmë të punës nga ana e bashkisë, por edhe me cilësinë e rampave të vendosura. Nuk janë të përdorshme, jemi penguar dhe rrëzuar nga ato, thon qytetarët. Si fillim ishte gjëja më e bukur që thamë e shqyqyr, por mirë që s'po i bëjnë më dhe sidomos këtu ku po rriun të Raiffeisen Bank se ka nisur fare, por pragun pse se çojnë zero. Pse e bën ashtu, ajo një lloj dëmtohet, si karroca, si bicikleta, si kjo. Një gjë s'kuptoj unë. Ai inxhiniera, me nder inxhinier, çfarë është ai? Ka tru në kokë nuk ka, që çdo prag do të quar zero, të gjitha pragjet janë me sope. Domethënë ka vajtur 3 çerek pragu. Çfarë sa nuk kuptoj unë? Që më pëlqeu që kjo nisën, gjë e bukur ishte. Po prap dhe që u la për gjysëm, po e them edhe një, të Raiffeisen në Shturbe, s'ka nisur fare, që është qendre Lushnjës, jo më tjera. Po, nuk e di se si punohet këtu në Shqipëri. Havi prapë me prapë, për unë nuk e një do të prapë atë, unë njësoj jam prapë. Me atë që bënej, me atë punimi që bëja, ato janë kotë për mendimin ti. Po që e zero fare, ose mos i bëj fare, sa bëj kotë. Se njës do të karrocën një prapë. Si kam që jam para, jam prapë. Me ato punime që bëhet. Dhe dalë të poshtu, dalë të këtu mra për një parku, i zbres poshtë rrugës kryesore. Që është gjemëgjirën e, kështë rruga që dalë në të dalë. Nuk duhet zbres do t'ja pra karroca. Edhe për të përmbysis atyre? Po që, në këto lloj karroca përmbysen. Ka rase, përmbysa këtu me i prag aty. Në këtë. Në Biçukas, nga gërmimet arkeologjike janë zbuluar muret rrethuese të një kishe, monedha të ndryshme, një varr dhe kolona të ndërtimeve të hershme. Objektet do t'i nënshtrojnë studimeve dhe analizave të specializuara që do të hedhin dritë për hershmërinë e këtij qytetërimi. Kodrat e fshatit Biçukas në bashkinë e Divjakës bartin në vetvete thesare arkeologjike të cilat me shumë gjasa tregojnë gjurmë të qytetërimit të hershëm i lirë. Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore prej disa ditësh ka ngritur një ekspedit për gërmime në zonën e kishës së Shëngjergjit. Nga gërmimet e kryera janë gjetur objekte arkeologjike, siç janë muret rrethuese të një kishe, ku në brendësi të saj janë gjetur monedha të ndryshme, një varr dhe kolona të ndërtimeve të hershme, thot Mateo Profka, specialist në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Ky si projekt arkeologjik vjen si një rezultat i vëzhgimeve të një viti më parë nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim me Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore në Universitetin e Tiranës, ku në këtë zonë janë kryer disa vëzhgime sipërfaqësore dhe kemi parë këtë situatë interesante ku fillimisht vëmendjen e ka tërhequr kolona që ne kemi vendosur të hapim një nga sondazhet tona, duke u nisur edhe nga vetë njoftimet ose të dhënat e marrë nga banorët e zonës, ku këtu dikur ka qenë një kish e prishur gjatë komunizmit, por që kemi paktën sipas të dhënave të marrë nga ata kemi të bëjmë me një kish të hershme, duke parë këtë kontekst interesant, është ndërmarrë këtë vit sigurisht sërish nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim sërish me Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore. Në Muzeun Historik të Lushnjës, në paviljonin më të rëndësishëm të tij, janë ekspozuar objekte arkeologjike të gjetura në periudha të ndryshme, kryesisht në Biçukas.
Doktori i shkencave Niko Ferro jep detaje rreth objekteve të gjetura në Biçukas, si një ndër zonat me potencial të lartë arkeologjik, të cilat përkojnë edhe me zona të afërta, si qyteti Arnisës në Babunj, ku është zbuluar dhe Kalorsi apo Kalorsja. Pjesa më e madhe ka ardhur nga zona e Biçukasit. Biçukasi njihet nga arkeologjia shqiptare. Aty kemi të bëjmë një vendbanim i lirë, shumë i rëndësishëm, nuk janë bërë ende gërmime, por më herët aty janë zbuluar nga arkeologa Xhaneta Andre, janë zbuluar varrezat e dysat të quhet të Gërmenjit. Objekte që kemi pas me, që është pitosi, në tavoline dhe kapiteli ruhen, i vinë nga ky vendbanim. Gërmimet që janë bërë së fundmi, që është për vitin e 3 të radhës, që kemi të bëjmë me një bashkëpunim shumë të mirë institucional, ku përfshihet Bashkia e Lushnjës me muzeun, Universiteti i Tiranës, fakulteti dhe pjesa me studentët e arkeologjisë, që ata të vinë, të mësojnë në këtë territor, ku dëshmojnë shumë gjurmë të paraardhësve tani lirë, të mësojnë për t'i njohur, sepse nesër ata do jenë arkeologët e arshëm, kolegët e mi, apo dhe ndoshta dhe më shkallë më lartë. Pra, të gjitha këto e dëshmojnë si një vendbanim të hershëm i lirë. Objektet që kemi këtu janë shumë të rëndësishme për të parë nëse mund të kenë ndonjë lidhje, pasi edhe këto janë objekte që janë gjetur rastësisht, po aty pranë kodrës së Shëngjëgjit, ku po bëhen aktualisht gërmime. Zoti Ferro i bën thirrje institucioneve përkatëse që të kthejnë vëmendjen nga këto zbulime, pasi kanë potencial të madh për historinë dhe turizmin. Hospitality Albania do të jetë rijetësimi i selive qeveritare, hapet konkursi ndërkombëtar. Kryeministri Rama thotë se ky konkurs është një tjetër vlerë e shtuar për turizmin në vend. Hospitality Albania është projekti i investimit i cili synon ripërdorimin dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, duke i kthyer ato në destinacione ekskluzive dhe tërheqëse për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Përmes një konkursi ndërkombëtar, Agjencia e Korporatës Shqiptare të Investimeve synon modernizimin e rezidencave qeveritare në funksion të turizmit. Procedura konkurruese ndërkombëtare për realizimin e projektit të investimit Hospitality Albania zhvillohet nëpërmjet 2 fazave, faza e kualifikimit dhe faza e përzgjedhjes. Sot në një event të posaçëm ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, 7 finalistët e fazës së dytë, përfaqësues të studiove prestigjioze arkitekturore, prezantuan përpara një jurie ndërkombëtare projektet e tyre për rimëkëmbjen dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, nga struktura të amortizuara me kosto të lartë mirëmbajtjeje në destinacione ekskluzive dhe tërheqëse për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Rama tha se po zhvillojmë një infrastrukturë të re financiare për shtetin. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të Korporatës Shqiptare të Investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes funksionit faktikisht. Dhe eksperienca e 2 rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar njëra në një shtëpi pritjeje të shtetit shqiptar për personalitete të fushave të ndryshme dhe tjetra në një qendër për artistë të rinj nga e gjithë bota, në bashkëpunim me fondacionin e njohur francez Art Explora, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik dhe nga ana tjetër për t'i rihetëzuar duke e futur
shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Dhe ky është rasti i dy projekteve për cilat bëhet konkursi i sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Peripojës. Policia e Lushnjës dhe Fierit procedon 5 shtetas për vepra të ndryshme penale. Procedohen nga Policia e Lushnjës dhe Fierit 5 shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin GX 20 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AZ 50 vjeç banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij. Gjithashtu, ata referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin DC 31 vjeç, banues në fshatin Peshtan i Madh, pasi dyshohet se ka ndjekur një shtetase 20 vjeçe. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin ZN 61 vjeç, banues në Kosovë të vogël, pasi në serën në pronësi të tij është konstatuar lidhje paligjshme e energjisë elektrike. Dhe referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar një shtetas 77 vjeç banues në Lushnjë se gjatë natës i kanë vjedhur motomjetin që e kishte lënë përpara banesës. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi Asamblesë Parlamentare të Partisë Popullore Evropiane të dërgojë një mision faktmbledhës në Shqipëri. Partia Popullore Evropiane vendosi të përfshijë Shqipërinë në agjendën e saj për misione verifikimi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në Asamblen Parlamentare të Partisë Popullore Evropiane, ku e quajti vendin një narkoshtet dhe denoncoi zgjedhjet e 11 majit që u mbajtën sipas tij nën presion e blerjet të votës nga qeveria me forma të ndryshme, që nga bonusi i pensioneve tek licensat për mbjellje kanabisi. Berisha kërkoi dërgimin e një misioni nga PPE-ja për mbledhje faktesh. Paraqiten para tyre të gjithë shëmtinë e farsës elektorale të 11 majit, dirigjimin e kësaj farse nga narkodiktatori i vendit Edi Rama dhe përmasat e pjesëmarrjes në këtë farsë dhe të rolit në këtë farsë të narkoshtetit shqiptar. Së dyti, siç mbase e pe dhe e ndëgjove, gjeti mirëkuptim të plot kërkesa jonë për dërgimin e një fact-finding mission, mbasi Shqipëria paraqet një rrezik madhor krimi shqiptar, ato kartelet e drogës të Shqipërisë, paraqes një rrezik madhor jo vetëm për liritë të drejtat e shqiptarëve, për votën e tyre, por për rajonin dhe Europën si eksportues kryesor të drogave të forta që vinë nga Lindja dhe nga Amerika e Jugut dhe Amerika Latine. Partia Popullore Evropiane vendosi të përfshijë Shqipërinë në agjendën e saj për misione verifikimi pas kërkesës së Berishës. Sekretarja e përgjithshme e PPE-s, Montserrat, tha se dërgimi i një misioni në Shqipëri do të jetë prioritet dhe objektiv i Partisë Popullore Evropiane. Montserrat deklaroi se vendosën të bëjnë 2 misione, një në Liban dhe një në Moldavi, por tani do të vendosin si prioritet edhe Shqipërinë. Mendojmë se është një ide e mirë kur na kërkoni diçka. Ndaj do të vendosim si një nga prioritetet dhe objektivat tona që të bëjmë një mision në Shqipëri, tha ajo. Mbante në banesë granate karikator dhe dhunoi djalin e tij. Arrestohet nga policia 70 vjeçari në Divjak.
Policia e Divjakës ka arrestuar një shtetas që mbante në banesë granat, 119 kapsolla detonatore, 138 fishek dhe 9 karikator. Ky shtetas gjithashtu dhunoi për motive të dobta djalin e tij. Menjëherë pas denoncimit të një 33 vjeçari se ishte dhunuar në banesë në fshatin Ferras nga babai i tij, shërbimet e komisariatit të policisë Divjak organizuan punën dhe shkuan në vendngjarje, me qëllim kapjen dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorit. Si rezultat, u arrestua shtetasi MM, 70 vjeç. Në vijim të veprimeve policore u krye kontroll në banesën e këtij shtetasi, ku u gjetën granat, 119 kapsolla detonatore, 138 fishek dhe 9 karikator, të cilat ai posedonte pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.